Jo, është totalisht çështje teknike, aprovimi për blerjen e sistemit Javelin është bërë nga Kongresi Amerikan dhe Departamenti i Mbrojtjes në janar të vitit 2024. Pra ne na është aprovuar blerja e këtyre sistemeve, ne kemi kontraktuar këtë sistem përmes Departamentit të Mbrojtjes, i kemi ekzekutuar gjitha pagesat. Normalisht çështja e liferimit varet nga kapaciteti i prodhimit, por edhe prioritetet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë raport me dërgimin e këtij sistemi nëpër botë. Shqipëria, ne besojmë që edhe po bëjmë përpjekje që të kemi një sasi këtë vit, mirë po tashmë ushtria e Kosovës ka 3 sisteme të tjera antitank, pra Javelin është vetëm një në mesin e 4 sistemeve që i ka. Aktualisht ne jemi në fazën e implementimit, bashkë implementimit të kontratës së nënshkruar me prodhuesin shtetëror turk MKE. Tani më në Turqi janë duke u prodhuar makineritë për prodhimin e municioneve 556 dhe 762. Vitin e kaluar kemi kontraktuar edhe çështën e objektit, po me të njëjtën kompani, pra me prodhuesin turk MKE, dhe sipas kontratës deri në fund të këtij viti ne do të kemi mundësinë që të shohim prodhimet e para të municioneve të prodhuara ndonjëherë në Kosovë, pra municione do të përdoren fillimisht për nevojat të institucioneve tona, pra policisë dhe ushtrisë, por edhe institucioneve tjera që përdorin këtë lloj, mund të themi, kalibrash, pastaj për të kaluar edhe te eksporti. Së mirë po, çka mund të them lirisht është që ne kemi të i kaluar shumë prej objektivave që kanë qenë në kuadër të këtij plani. Ne kemi shumë lloje të ndryshme të armatimit që nuk kanë qenë fare të planifikuara në këtë plan, e që tashmë i kemi në Forcën e Sigurisë Kosovës. Kemi njësi të reja që kemi ndërtuar që nuk kanë qenë të planifikuar në këtë plan, siç janë operacionet speciale, por edhe njësia për fluturakët pa pilot, që janë njësi të reja që nuk kanë qenë fare në planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, por i kemi në vend, dhe kjo ka patjetër se ne përfundojmë fazën e tranzicionit në 2028, dhe ideja është që para kësaj kohe ne të paktën të kemi një kontratë me prodhuesin e Black Hawk, që është një prej helikopterëve më efektiv që përdoret nga ushtria amerikane, por edhe nga vendet të ndryshme të NATO-s. Ne jemi shumë të gatshëm në aspektin ushtarak, por në aspektin e planifikimit të mbrojtjes. Në Ministrinë e Mbrojtjes, se që kanë qenë shumica e vendeve të regionit kur ju kanë bashkangjitur NATO-s. Dhe kjo ka aktualisht vetëm një pengesë, normalisht janë vendet mosnjose që janë brenda NATO-s. Mirë po, ne kemi parë, mund të themi, lëvizje pozitive kohët e fundit rreth kësaj çështje, do të theksoja ligjin e mbrojtjes të aprovuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit të kaluar, në të cilin theksohet edhe rëndësia që vendet e Ballkanit Perëndimor të integrohen, pra të antarësohen në NATO. Dhe ne po analizojmë se ku mund të prodhojmë bashkërisht me si 3 vende, që është një ndër objektiva, prokurimet e përbashkëta. Ne po shikojmë mundësi që të prokurojmë bashkërisht si 3 vende për sistemet ndryshme, cilat mund të blihen pastaj me një çmim më të lirë dhe mund t'i kemi në një kohë më të shkurtër. Sa herë cënohet tendenca hegemoniste serbe në Ballkan, gjithmonë kemi reagimet të Serbisë. Kjo tregon që në thelbin e politikës serbe qëndron çështja hegemoniste dhe dominimi në Ballkan. Pra sa herë vendet e Ballkanit bashkohen, komunikojnë dhe koordinohen për mbrojtjen e territoreve të tyre apo sigurisë së qytetarëve të tyre, kjo shihet si një cënim i sigurisë nga Serbia për shtetin serb. Përndryshe në asnjë rast ne nuk kemi diskutuar që të krijojmë aleancë kundër askujt, pra nuk